Ngjyra e thonjve zbulon gjendjen tuaj shëndetësore. Mund të tingëlloj pa kuptim, por ngjyra e çuditshme e thonjve mund të tregojë se keni një problem shëndetësor, për të cilin duhet të adresoni sa më shpejt të jetë e mundur. Larja e duarve vazhdimisht nuk do të thotë që ju jeni të shëndetshëm dhe thonjt tuaj nuk zbulojnë ndonjë sekret në lidhje me shëndetin tuaj. Thonjt e shëndetshëm janë të lëmuar, të zakonshëm në ngjyra dhe pa asnjë njollë ose me njolla. Shikoni thonjt tuaj dhe nëse vëreni diçka të çuditshme, atëherë shkoni te një mjek. Këto janë vetëm disa nga ndryshimet që meritojnë të shkojnë te mjeku. Thonjt kafe dhe të zinj. Nëse e vini re këtë ngjyrë, mund të jetë melanoma, e cila rrallë ndodh, por mund të jetë vdekjeprurëse nëse nuk trajtohet. Përveç kësaj, nëse vëreni dhimbje, gjakderdhje ose lëviz nëpër thonjt tuaj, caktoni një takim. Kjo vlen edhe për ndryshimet e lëkurës rreth thonjve dhe jo vetëm pllakën e thonjve. Arsyet e tjera mund të jenë një infeksion i kërpudhave, një infeksion bakterial ose thjesht një reagim ndaj ilaçeve që ju pini. Ngjyra e verdhë e thonjve. Ky është kryesisht një infeksion i kërpudhave ose psoriasis. Infeksioni i kërpudhave fillon me ndryshime të vogla në shfaqjen e njollave të bardha ose depozitave nën thonjë dhe më vonë kthehet në të verdhë dhe përfshin tërë thonjë. Të dyja kushtet janë një paralajmërim për të vizituar një mjek. Nëse të gjithë thonjt tuaj kanë një ngjyrë të verdhë e ndritshme, mund të jetë sindroma i verdhë i thonjve kur ka njëtje të duarve dhe këmbëve për shkak të mbajtjes së lëngjeve. Ngjyra e gjelbër dyshohet se ka një infeksion bakterial. Pseudomonas aeruginosa shkakton ngjyrën blu jeshile të thonjve dhe ndodh te njerëzit duart e të cilëve janë vazhdimisht në ujë. Ky bakter jeton në një mjedis të ngrohtë, ku ushqen lehtë. Vjollc, blu ose e kuqe. Ngjyra vjollc ndodh kur rruazat e kuqe të gjakut bllokohen midis pllakës së thojit dhe mishit dhe ndodh për shkak të një dëmtimi. Nëse nuk është lëndim, mund të jetë një tumor dhe duhet të kontaktoni mjekun ose dermatologun tuaj. Thonjt blu. Kjo mund të jetë cianoz kur qelizat e kuqe të gjakut nuk janë oksigjenuar sa duhet. Kjo tregon probleme me mushkëritë ose zemrën tuaj, të tilla si astma, pneumonia ose qarkullimi i dobët. Një arsye tjetër mund të jetë ekspozimi ndaj argjendit. Thonjt e bardhë. Ndodh kryesisht si pasojë e disa traumave, ndërsa vijet e bardha rreth thonjve gjithashtu mund të tregojnë helmim me arsenik që rezulton në dështim të veshkave. Mund të jetë gjithashtu një infeksion me kërpudhat ose bakteret, kështu që shihni mjekun tuaj. Thonjt gjysmë të bardhë roz, të kuq ose kafe. Njollat e bardha në formë gjysmëhëne në sipërfaqen e thojit është një dukuri normale, por shtrira e tyre e zgjatur në gjysmën e thojit, e cila është roz, e kuqe ose kafe, është një shenjë se diçka nuk është në rregull. Kjo mund të tregojë probleme të veshkave dhe duhet të kërkoni ndihmën e mjekut. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.